pjesë. Për pos zotit Abdi Gjiku, a keni pas kontakt me zyrtar tjerë të lartë të LDK-s për këtë punë? Po. Me kanë keni pas? Do t'i them në strukturat të partisë, ku secili prej tyre çka kanë kërku këta, muj me ditë, sa me ditë kush ka qenë apo jo? Janë diskutime për brenda partisë. Po mirë, a ka pas dikush që ka thënë nuk bën gjaf asesi? Janë diskutime që do t'i bëjmë në strukturat të partisë. Po filloj me radhë, kështu se nga mund po insistoj me bopit e tin që dam përgjigje që jo kështu. A ka qenë në kryetari parë, kujtim shalën e përmende që e ki bisedu? Apo? Po e përmenda kujtim. Okej. A ka qenë sekretari Imre Ahmeti për shembull që ka kontaktu? A keni folë me ta për këtë punë? Në 11:30 natës të dielën ka thirrë në telefon Imre Ahmeti. Çfarë ka thonë? A ka thonë bona më së Kemi bisedu dhe kur unë ja kam shpjegu disa çështje ka thonë aha unë s'pedi këtë punë, aha unë s'pedisha. Por janë çështje të diskutimit të brendshëm. Pra s'ka qenë informum se biseda ka qenë direkt mes teje dhe kryetarit realisht. Dëgjom. Janë çështje që do t'i diskutojmë në këshill të përgjithshëm, në komision disiplinor, secili prej tyre. Nëse unë kam shkel çka do të qoftë, unë i barti pasojat. Por nuk kam shkel asnjë rregull. Ki pas komunikim me Gazetë Muhaxhirit, sepse si duket molla Sherrit pikërisht Gazetë Muhaxhirit. Po e qysh mekanizëm. Dhe e fundit të çka pjesë Arben nëse mund, domethënë, e shpjegove shumë mirë, tha nuk ka pas vendim të kryesisë qendrore për asnjë koalicion nëpër komuna. Asnjë. A ki përshtypjen që e gut pak zotë të eri me çu këtë punë përpara? A ka mujt kjo çështje me shku në kryesi? Përpos njoftimit zyrtar me telefon te kryetari, mi thon dëgjom, ky është vullneti i degës, kjo është marrëveshja dhe mu dorëzu zyrtarisht në parti. Dhe me prit se cili është vendimi i partisë në këtë rast. Fidan. A beson që ki te kalu, unë po mundona me shëru se cilin pjesë që diskutove vetë. Apo beson që ki te kalu pak kompetencat si kandidat, si antari kryesisë, a o dash me prit realisht në vendim. Pavarësisht që ka thonë kryetari, se unë insistoj që në këtë logjik që po e shpjegoni në bazë statutit, as kryetari nuk ka kompetencë me vendos vetë se kush ka në koalicion në këtë nivel lokal si në rastin e Vushtrrisë. Fidan, thash, çdo veprim e kam bërë me aprovimin e tij deri në natën kur ka qenë më shumë vonë për të thyer fjala. Po të thehej marrëveshja në Vushtri, ne nuk do të arrinim ndryshimin. Për mu, e rëndësishme si kryetar dege në Vushtri, është interesi i votuesve të LDK-s në Vushtri dhe i qytetit të Vushtrisë mbi gjitha dhe i qytetarëve të Vushtrisë, sepse unë nuk përfaqësoj kurrë gjë tjetër veç se interesin e qytetarëve të Vushtrisë dhe